Faleminderit Tedi, ju përshtes ju, të gjithë pranishmit dhe të rit e Brëngenit dhe të Forumit Rinor, të Partisë Demokratike. Ne organizuam ose e ndjem të domosdoshme të shqyrtojmë nëpërmjet këtij departamenti përsëri në një harë kohor të shkurtër çështjen e portit Durrësit, çështje kjo, siç theksuan parafolësit, e një rëndësie strategjike jashtëzakonisht të madhe, e një rëndësie strategjike të jashtëzakonshme për kombin. Gjeografia është forcë natyrale përcaktuese. Pozicioni më perëndimor ose briri më perëndimor i gadishullit Ballkanit, pra i Shqipëria si briri më perëndimor i gadishullit Ballkanit, e bën vendin ton vendin gjeografikisht më strategjik të këtij rajoni. Dhe nëse Shqipëria, briri më perëndimor i gadishullit, është vendi më strategjik, natyrisht kjo sepse ka distancën më të shkurtër për të kaluar në bregun tjetër të Adriatikut, për të lidhur me perëndimin, për të lidhur me rrugë ujore, transport, me Europën, por dhe me botën. Si vend, për rrethanat më komplekse, ne kemi patur problem madhor zhvillimin. Një seri faktorësh në një farë mënyrë apo një tjetër kanë ndaluar kohrat, por si kanë ndaluar plotësisht ato. Porti Durrësit, e thot Milan Shufllaj, i ngjet Iriqit, i cili në kohra të mira zmadhohet, lëshon shtat, kurse në kohra të vështira, thot, ai rrudhet, zvoglohet. Por as Shufllaj dhe as një historian nuk kishte parashikuar se porti Durrësit një ditë mund të zhdukej. Dhe se portin e Durrësit po e glabron korrupsioni. Po e glabron korrupsioni. Po thash më sipër, Shqipëria me pozicionin më strategjik në rajon. Por duhet të jemi realist. Rruga e kombit ja përforcoi Shqipërisë këtë dimension në mënyrë të pandryshueshme. Rruga e kombit bëri që brigjet tona, portet tona, t'jenë më të afërtat. Porte për rajonin dhe Europën qendrore nga rajoni. Rruga e kombit në trajektorën më të shkurtër
është autostrada më fizibël që mund të ndërtohej, është korridori më fizibël. Dhe një të dytë nuk mund të ketë kaq fizibël për shkak të distancës që shkurton. Rruga e kombit ishte e parashikuar dhe do të jemi realist se pa rrugës kombit një trajektore ka qenë e parashikuar në fillim të shekullit që kaloi si e kurudh. Si e kurudh. Austro-hungarezët parashikuan daljen në Durrës me e kurudh, në Shkodër dhe në Durrës me e kurudh. Në mënyrë, do të thosha fatlume në një aspekt, në vlerësimin e pozicionit strategjik të ujrave tona, në marrëveshjen e Washingtonit, midis Prishtinës dhe Beogradit, e firmosur në zyren ovale, në prani të presidentit Donald Trump, parashikohej hekurudha ose hekurudha Durrës-Prishtinë dhe parashikohej një port i thellë rajonal. Një port i thellë rajonal. Dhe kjo hekurudh, autostrada dhe porti do të përbënin element themelor të proceseve të zhvillimit dhe integrimit rajonal. Dhe integrimit rajonal. Këtyre proceseve të zhvillimit dhe integrimit rajonal, ose kjo hekurudh dhe porti, bëshin të domosdoshme dhe të plotësisht të mundshme për faktin se pozicioni i Shqipërisë ishte i tillë i konkuronte të gjitha hyrjet tjera në rajon. Ju kujtohet se çfarë kundërshtisë pati për ndërtim në rrugës kombit, e cila haptas më thuaj se ndryshon strategjinë e porteve të rajonit. Përgjigjja ime ishte e prerë, qëllimi im është geostrategjia e Shqipërisë. Nuk kam qëllim të dëmtoj asnjë port tjetër, por kam qëllim të shfrytëzoj në maksimum pozicionin gjeografik të brigjeve shqiptare në raport me rajonin. Në këtë kuadër, pra, është normale dhe domosdoshme që porti të konsiderohet si një aset i një rëndësie strategjike shumë të madhe. Si një hub, si një nyje, zhvillim me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin. E transportit për rritjen e madhe të peshës së brigjeve shqiptare, gjireve shqiptare në transportin ujor ndërkombëtar. Çfarë ndodh? Në mënyrë të papritur dhe jashtë çdo lloji
Përshtyrimi. Del një ditë për i ditësh, Edi Rama dhe u thot shqiptarëve se në portin e Durrësit do të ndërtoj Dubajin e 1001 netëve.